Ndryshimet e temperaturës, lagështia dhe stili jetesës ndikojnë si në thonjë ashtu edhe në lëkurë, duke krijuar nevojën për trajtime dhe tendenca të reja sezonale. Estetistja Hulaheta na tregon më shumë rreth trendeve dhe kujdesit që duhet treguar gjatë kësaj periudhe. Tendencat kryesore gjatë sezonit të vishtës, format kryesisht janë forma almond dhe forma ovale, gjithmonë tendencat e natyrales që më duk sa më stil klasik, duke mos lënë pastaj format katrore, por kryesisht almond dhe ovale. Për sa i përket tendencave të dizenjove, janë kombinimet e matit me detajet e bakrit të arit, me vija minimaliste të holla me pika, pra minimal nail art si quhet ndryshe. Trendet e vjeshtës këtë vit fokusohen te natyraliteti dhe ngjyrat e ngrohta. Vjeshta kërkon ngjyrat e tokës, siç janë e kafta, ngjyra ullirit, portokallia, e errët, e zeza klasike, e cila nuk del asnjëherë nga mota, ngjyrat e kuqe, vishnje, këto ngjyrat e tokës. Pastaj me dizenjo pak më të vogla, minimaliste, jo shumë të rënda. Me fillimin e të ftohtit, lëkura ka tendencë të thahet dhe të humbas shkëlqimin. Përveç trajtimeve në sallon, të cilat i bëjmë me parafin dhe me trajtime të tjera, rekomandojmë trajtimet me vaj jojoba, vaj bajame, vaj kokosi, trajtimet pak më të thella, por është e rëndësishme gjithmonë dhe organizmi të jetë i ushqyer mirë, me vitamina, me aminoacidet bazë, pra të kemi vlera të ushqyese, të pim sa më shumë ujë, të jemi të hidratuar që mos të krijojmë tharjen e duarve dhe të lëkurës. Nuk duhet harruar edhe kremi i diellit, i cili duhet përdorur edhe gjatë sezonit të dimrit, jo vetëm gjatë verës, sepse dielli është i pranishëm gjithmonë dhe na krijon tharje dhe dehidrim të duarve. Kujdesi i duarve mbetet mënyra më e mirë për t'i ruajtur të bukura dhe të buta çdo ditë.